Miqtë Prizmës, pas një intervistë Presidentin e Republikës, Bayram Begaj, me pak fjalë dhe me pyetjet e stërgjata të Grida Dumës, e cila nuk e marrë vesh pse duhet patjetër të nuk e di, egzagerohesh me kujdesin për të bërë pyetjen, s'kishte nevojë për asnjë kujdesi. Po themi ka dashur të respektoj postin e presidentit. Mora vesh që presidenti e ka bërë se ka qenë i këshilluar në mënyrë të tillë, duke e tha që në fillim duke mos vënë në balancë, në baraspeshë, kësaj edhe jo në dualitet, vendimet ligjore të gjykatës kushtetuese dhe presidentit të Republikës, secili me prerogativat e veta mund bënte punën e tij. Domethënë gjykata kushtetuese si subjekt, po dhe presidenti i Republikës si subjekt. Kjo ishte arsyeja që me sa duket i kanë thënë ekspertët edhe këshilltarët juridik presidentit. Mund të marrë një vendim i cili sigurisht nuk pengon gjykatën kushtetuese të veprojë mbrapa edhe në pezullimin e zgjedhjeve për Tiranë. Ky ishte momenti për të vlerësuar në gjithë intervistën që kishte përmbi rastin fjalë, pavarësisht se në prerogativa që janë bërë, si për presidentin e Republikës edhe gjykatën kushtetuese, është kushtetuta që prevalon. Nuk jam unë eksperti, unë po mundohem të them atë çfarë presidenti sqaroi, Bayram Begaj. Në një logjik të shkurtër, duhet thënë që gjykata kushtetuese është roja e kushtetutës, e ligjësisë kushtetuese. Nuk mund të them që në të drejtat dhe prerogativat, po e përsëris edhe një herë, gjykata kushtetuese mbikalon presidentin e Republikës. Ai merr vendimin e vet. Ata vazhdojnë gjykimin e tyre për sa i përket ruajtjes së kushtetutës. Po secila palë bën punën e saj ligjore. Ky ishte koncepti dhe konteksti i intervistës dhe çfarë shpjegoi Bayram Begaj. Me një fjalë, edhe një herë po e bëj të qartë. Bayram Begaj ka marrë një vendim, ka caktuar ditën e zgjedhjeve sepse e ka pas të arsyeshme që kjo datë duhet vendosur me shkarkimin nga detyra të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, nuk po flasim për kryetarët e tjerë të Bashkisë, por kryetarin e Bashkisë së Tiranës, i cili është i akuzuar, jo i dënuar, por që vazhdon në burg edhe ka munguar, jo 3 muaj, por 6 muaj. Dhe sigurisht gjykata kushtetuese pastaj me ankimimet e mundshme dhe me të drejtën e saj të ligjshme mund veprojë dhe të pengojë këtë zgjedhje. Thotë jo. Ato datën për Tiranën ju nuk mund ta zbatoni sepse ne kemi rregulloren tonë dhe ligjësinë tonë për të zbatuar dhe ju nuk mund të vazhdoni zgjedhjen. Ky ishte. Të shi që do të thotë kjo. Kjo nuk do të thotë asgjë për të lojrat juridiko kushtetuese midis tashmë edhe presidentit edhe gjykatës kushtetuese. Nuk është një gjë e çuditshme. Këtu ke ne fillon pastaj vulgu i herë i mbledhur nëpër stacionet e Tiranës në prime time. Bëjnë ato i herë shpërlarjen e truve të këtij populli i cili sigurisht bombardohet nga 10 televizione qendrore dhe një 30 tjera më poshtë qendrore se dhe vendore, gjithë farë individëve aty të cilët gjithë flasin politikisht edhe të shkatrojnë edhe ideologjikisht, sepse mirë po flasin politikisht, po flasin edhe ideologjikisht. Dhe jo në mënyrën më, po themi, juridike edhe në jurisprudencën e mundshme. Edhe kur i ftojnë avokatët ose juristët, dhe ata detyrohen mësani dalin terma politike dhe ideologjike. Po në fundit kjo kohë është që s'kemi që bëjmë, ky është niveli i përgjithshëm. Dhe unë jam pjesë e këtij niveli i përgjithshëm dhe flas
çdo ditë edhe çdo natë, po thuajnë prime time edhe unë. Koncepti mbetet një. Janë dy subjekte, njëri është presidenti gjykata kushtetuese dhe këtu fillojnë muhabetet, ky është servil, gjykata kushtetuese është kështu, po me marrë një vendim që mund të afrohet me qeverinë dhe gjykata kushtetuese dhe servile e përdorur nga qeveria për ata të opozitës ose për njerëzit, në anën tjetër po u bën diçka që është kundra magjorantës ose thotë shive tash këta janë punojnë për opozitën. Është një delir i përgjithshëm popullor që s'ke çaj bën, domethënë ky është niveli. Sa më i ulët jetë niveli kulturor edhe arsimor, por sidomos ai në bazë të vetdijes juridike, staturës juridike, ne vazhdojmë akoma lavdrojmë edhe kanunin që shkon gojë më gojë. Nuk kemi dalë nga faza e leximit të ligjit. Ne na pëlqen akoma një lloj kanuni që shkon gojë më gojë. Pa lexuar. Kështu është tanë dhe është përcjell gojë më gojë. Ju e kuptoni që gojë më gojë e mund të jetë transformuar sa të mundesh, ndërsa ligjin e ke të shkruar edhe këtu nuk e lexoj. Është një nga vetitë e jashtëzakonshme kjo punë. Bile kjo është për të trajtuar si temë në vete. Shqiptarët janë me predispozit besojnë atë që është e thënë, që ka ardhur në kohë nga e thëna, sesa nga ligji i firmosur dhe i vulosur dhe i shkruar. Është hata e madhe, është jashtëzakonshme, e pa ku diun, e pa logjikshme deri në maksimumin e mundshëm, po ja që është, kështu është. Më tepër besoj një që të thot në rrugë aty, se sa kur e marrin lexoj në ligj shkrimin e mundshëm, jo vetëm të kushtetutës, por çdo lloj neni ose çdo lloj kodi pune ose kodekse që na dalin. Dakor. Tregon ignorancën dhe tregon edhe, si thënë, arrogancën në ignorancë e sipër, është të merr. Kështu që do bëhen zgjedhjet. Nëse gjykata kushtetuese do t'i ndalojë, nuk kanë për të bërë në Tiranë. Do vazhdojnë në 5 bashkitë e tjera. Ja, ky është konkluzioni që mund të nxjerrë. Gjykata kushtetuese ka një lloj limiti kohe për të vepruar. Po veproj, mund t'i pezullojë atë, ban pezull, edhe vendimin edhe çdo gjë tjetër, atë jo, nuk kanë për të bërë. Dakor. Tjetra tash për të biseduar është pa aftësia, pa mundësia. Jo siguria, jo profesionalizmi, e sidomos jo opozitarizmi normal, por ai fake që ka Partia Demokratike, që ka Sali Berisha, dhe që në përgjithësi ka një klasë opozitare, sepse është bërë klasë tash, nga që ka vite e vite që vetëm humbe dhe pastaj shan me vodhën e ku diun se ç'thot. Dhe normalisht është formuar jo si shtresë, po si klasë më tash. Është klasa e humbsave, të jashtëzakonshëm, të cilët pastaj nuk marrin dot një vendim. Kanë problem të madh se kanë një dyzim të jashtëzakonshëm. E para nuk do asnjë të kandidojë përballë jo Manastiriut, por përballë humbjes. Në Partinë Demokratike nuk është se kanë frikë Manastiriut. Manastiriu është një njeri normal i Partisë Demokratike, dikush thot hajne, dikush hajneshe, shërtore e Ramës, i ky mohabetesh. Tashi, edhe kësaj shërtores Ramës që thonë edhe që e shajnë, hajneshe, kështu, nuk i dalin përpara. Pra, nuk është se nuk për i dalin përpara Vorgetës. Nuk duan t'i dalin përpara humbjes sigur që ka. Është tragjike. Po kjo është opozita jonë. Kjo tregon sakt, qartë, pastër, se çfarë dreq opozite kemi. Këtu dhe nëse ka në i tepri të pushtetit, dhe gjendet në i tepri e pushtetit, në i parregullsi, thymje kushtetuese, ligji, arrogance, pak bëjnë. Me këtë lloj opozite, kam përshtypjen, në vend tjetër do ishte bërë shumë më tepër nga pushteti se sa bëhet këtu ke ne. Nëse do kishin këtë opozit, nuk e di se ku. Pushteti morë dhe Francë. Pushteti do ishte hacaruar në gafat e tij. Se kjo të lejon të bësh gjithçka me arrogancën, në ignorancë dhe në
prepotencë të jashtëzakonshme, marrëzie politike që kanë. E para nuk kanë nevojë të ketë frikë askush se këta s'bëjnë asgjë. E dyta janë të pazot, të nxjerrë një individ. Opozita do të jetë gjithmonë një hap para, në mos 2 hapa para pozitës në këto raste. Nëse pozita ka nxjerrë një njeri, i cili sigurisht është nxjerrur patjetër, i dal nga mendimi i Edi Ramës, jo nga mbledhjet kolektive që mund të bëjnë aty, është një mendim kolektiv. Absolutisht, ashtu që ka menduar Edi Rama, ashtu bëhet. Unë fitoj zgjedhjet, unë do vendosë, thotë edhe kryen kjo punë. Edhe ka drejtë që ku t'ja marrësh mendimin aty. Okej. Jo, dhe po ja more nuk bie rahat. Po opozita të kishte 2 hapa para. Fjet kemi, thotë, shumë njerëz më të mirë se Manastiriu. Ore, unë e di që ke shumë njerëz më të mirë se Manastiriu. Që kështu ke thënë gjithmonë, a kupton, kemi të qartë që ky është muhabeti, ju gjithmonë i keni njerëzit më të mirë. Ju keni humsa. Humsa, frikacak, njerëz që si dalin përballë të vërtetës. Se këto janë njerëzit e mirë. Këto janë figurat e pastra të mira që ke. Këta që e mbron Sali Berisha nuk dalin. S'del Flamunoka. Nuk del as ajo Vjollca Vokshi që janë figura që i rrinë mrapa. Ajo Tabakja nuk ka pse del, sepse e di që do ta djegi. Vetë partia vetë. Ilire Ali Mehmeti e ka kuptuar që sa herë doj partia aty e djeg. Gali e dogjen kësaj radhe, jo e dogjen, por ajtë bëri një garë, mori ca vota. Të tjerë aty që i kanë katapultuar, ku diun se kush janë ata që flasin, bëjnë si trima, që kanë vendet e sigurta, ai Bylyk Bashi për shembull. Ose ky që doli me Erion Velier. Më ky që i thoshte Sali Berisha ai zmer. Pse nuk paraqitet përpara? Ka dalë vetëm Arjana Kalaja. Unë thot kam edhe planin dhe shanë më sëndë, si ti vinë e saj, tipi i saj. Po s'fakut ti thot, Sali Berisha, pima deli për para ti, vazhdo, kandido, jepi. As këtë se bërë. Ata nuk kanë njeriun, jo për para Orgeta Manastiriu, ata nuk kanë njeriun për para humbjes. E kanë sigur të humbje. Është e jashtëzakonshme dhe jo se ka nevojë të vjedhë kush këta tipa. Këta vjedhin veten. Këta e vërtetun në zgjedhjet e fundit që këta rrujnë veten. Këta marrin përsipër të vjedhin edhe veten e tyre. E kanë bërë, nuk e se nuk e kanë bërë. Absolutisht po. Nëse ka Partia Socialiste pastaj kanë mundësi edhe të riparojnë këto gjëra se kanë pushtetin dhe me një urdhër ata ndalen. Se përndryshe Rama i fluturon, këtu të ju ka dal boja fare, këta grabisin njëri tjetrin, e vërtetuan që e grabisin njëri tjetrin. Nëse duke pasur dhe këtë eksperiencë, ata e dinë që çfarë të bëjnë, ta të sabotojnë, ta të përgojojnë, sa ta vejnë të talë ky, ose kjo. Pra ne dhe nuk del kërkush, as del vullnetar normal, ose edhe kur del, këta nuk e duan, po flas për Kalan, bile, më duket se ka paraqitur edhe djali Fariballiut. Dhe kjo është për të respektuar. Është për të respektuar. Sepse sigurisht ka përdhënë dorëheqje nga deputeti, në qoftë se e ka bërë gjithmonë. Nuk besoj, po kështu thonë portalet e gazetat kështu thonë. Dhe ky është për të falenderuar, po caktojeni, pse nuk e caktoni? Mblidheni kur, sepse në nëntor bëhen zgjedhjet. S'fakut një muj duhen ca muhabete. Dakor? Apo janë shpresë se mos gjykata kushtetuese ndalon zgjedhjet. Se është edhe kjo. Po praktikisht, si mos tjetë kjo, ata kanë frikë të përballen për zgjedhjet e pjesme. Sepse e din e para se janë të pjesme, e din që i humbin, thellë, realisht, din dhe tjetërën që nuk mund t'i refuzojnë, nuk mund tonë a priori të shi, nuk futemi. Do t'ishte punë e keqe. Është shumë e qartë që ai Këshill Bashkiak të mbetet, i gjithë lufta bëhet për kryetarin e bashkisë.
Pra kanë frikë. Edhe ata që s'kanë frikë nuk pranohen, kanë frikë humbjen. Janë të shëmtuar, janë pa përgatitur, janë jo 2 hapa para, 1 hap para pozitës, po 2-3 hapa mbrapa. Është katastrofikisht keq. Është diçka e shëmtuar, sigurisht është në kuadrin edhe në rrugën e mungesës plot të një alternative të besueshme, të sinqertë, të pafajshme, që ne nuk e kemi. Ne nuk e kemi. Me këtë lloj opozite, me këtë lloj lideri, me këtë lloj establishmenti opozitar, pak bën majoranca e sotme, në arrogancën e saj qeverisë. Pak bën, të butë janë, të urtë janë, të kontrollueshëm janë. Mund bënte shumë më keq se sa kaq. Dhe prandaj këta edhe janë të fyer, sepse ajo në një farë mënyrë kontrollohet. Këta janë të pakontrollueshëm në mizerabilitetin, në varfërinë e tyre ideore edhe politike. Janë për të qarë, me sharmi, me facilet shkojnë. Më të mirë shpreja në Shkodër. Dakord, miqtë e mi, nuk është e pa imagjinueshme në çfarë pozicione kanë çuar Shqipërinë, në çfarë pozicioni kanë çuar demokracinë dhe pluralizmin në Shqipëri. Në çfarë pozicion kanë çuar humbjen e shpresës, se ky vend ka një alternativë politike të besueshme dhe që mund ta ndjekë. Dakord, miqtë e mi.